Pas shumë vitesh në mërgim, vjen koha të kthehesh në vendlinje. Dhe njeriu e meriton diçka të tillë, si kjo në vijim. Në adresën Vllezërit Kondi në Tiranë, numër 154, në një sipërfaqe prej 730 m2, është ndërtuar një nga vilat më moderne të Tiranës. Me një sipërfaqe të brendshme të ndërtesës prej 340 m2, kjo ndërtesë luksoze të jep mundësinë e një komforti në të gjitha mjediset e saj. Duke filluar nga porta e shtëpisë, e punuar artistikisht me hekur për të hyrë në oborrin e madh me kaldrëm mozaik që nuk lejon mbledhjen e ujit, e në pamjen e bukur të oborrit ku mbizotëron zona lulishte dhe pishina e madhe në 2 nivele thellësie, që të jep jo vetëm mundësinë e freskimit në kohën me temperatura të larta, por edhe kënaqësinë e pamjes. Sa hyn menjëherë të bie në sy ndërtesa trekatëshe me hyrje dhe balkonet e katit të dytë e të tretë. Arkitektura moderne dhe elegante, me hyrjen e një stili të vjetër, me kolona që janë sa dekorative aq edhe funksionale në mbajtjen e balkonit, sikur duan të përgatisin që në fillim për atë që do të shohësh më vonë. Dhe vërtet, menjëherë sa hapet dera, ndodhesh në sallonin e hyrjes dhe mjediset ndihmëse, dhomen me oxhak dhe shkallën e mermer që shkon shumë bukur me hekurin ornamental. Shkallë që ngjitet në 3 katet. Ambientet e ndarë në dhomë, që mund të përdoren si dhoma ndenje apo dhoma gjumi, por dhe si zyra, janë të plotësuara me banjat përkatëse, me aksesoret e nevojshëm, deri dhe hidromasazhe, të zgjedhura me kujdes nga specialistë të arredimeve. Pamjet nga dritaret apo nga balkonet e kateve të krijojnë mundësinë e shfrytëzimit dhe të këtyre ambienteve të bollshme që i shtojnë vlerat kësaj vile, duke ju shtuar ambienteve të tjera për shlodhje, ku mund të rrish e të shijosh me kënaqësi, me familjen edhe shoqërinë, bisedat apo një filxhan kafe apo një birrë. Pra, nëse jeni të interesuar, mos nguroni që edhe ju të keni një gjë të mirë ashtu si shokët e tuaj. Le të themi diçka dhe më të mirë, si kjo që vijuat.